Të nderuar ndjekës të podcastit të Universitetit Mesatar të Shqipërisë, mirëdita. Jemi në episodin e radhës. Sot kam nderin t'ju prezantoj dy personalitete pedagoge, kërkuese shkencore, zonjën Klaudia Asandllari, mirëdita, mirë se erdhët. Mirë se u gjej, profesor. Dhe profesoreshën, doktorante në proces, pedagoge në Universitetin Mesatar, Eriola Hoxha, mirëdita. Faleminderit, profesor. Sot do të diskutojmë për një çështje jashtëzakonisht delikate, po dhe të rëndësishme për shoqërinë shqiptare dhe më gjerë, çështjen e kriminalitetit në moshat e reja, tek adoleshentët dhe të rinjt. Dhe shkak është bërë një projekt i Bashkimit Evropian, ku subjekte të përfshira janë disa universitete në Shqipëri dhe jashtë saj, në vende që aspirojnë për të hyrë në Bashkimin Evropian, por dhe në vendet Bashkimit Evropian, siç është një universitet në Greqi, një universitet në Rumani, pastaj është Shqipëria, është Bosnia Hercegovina. Ka dhe faktorë të tjerë relevant që nuk vinë nga fusha e akademizmit, por nga fusha të tjera, dhe kështu duhet përmend edhe Ministrinë e Drejtësisë në Republikën e Shqipërisë. Para se të jap fjalën të dyja kolegeve, do të them diçka pse është e rëndësishme kjo temë për Shqipërinë, për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe për Bashkimin Evropian. Studimet prognozë shikojnë ku shkon shoqëria në 10, 20 apo 30 vjetët e ardhshme. Dhe do t'ishte gabim nëse do t'a shikonim vetëm në aspektin institucional apo të breznive të formuara, të cilat tashmë e kanë një histori të tyre të suksesit, por edhe të mangësive. Shqetësimi i Bashkimit Evropian, por edhe i shoqërisë shqiptare, institucioneve të vendit tonë, po edhe të vendeve që janë përfshirë në këtë projekt, është çfarë të rinj po rriten, cilat janë prirjet e tyre, interesat, vështirësitë me të cilat ndeshen, sfidat. Dua të them edhe dy elementë të rëndësishëm. Nëse krahasojmë një gjenerat të re sot të adoleshentëve me gjeneratën e adoleshentëve para 10, 20 apo 30 vjetësh, ritmi i zhvillimit ka qenë aq dinamik sa ata përballen me problematika që shoqëria nuk i njihte më përpara. Gjithashtu ka dhe një veçori tjetër. Mediatizimi i jetës së shoqërisë është një fenomen që ka sjell pasoja pozitive, por na ka vënë përballë edhe me sfida të mëdha, sepse çdo individ sot, edhe një 15 vjeçar apo një 14 vjeçar, është një media më vete. Me mjetet smart, ai lundron në mënyrë të pa kontrolluar dhe bie ndesh me procese, fenomene të tilla që nëse nuk kontrollohen në kohën e dur, mund të sjellin dëm jo thjesht një individi, por në përgjithësi komunitetit të rinjve dhe shoqërisë në tërësinë e saj. Nuk e di nëse jeni në një mendje me mua me këtë ekspoze pararendse profesoresh. Ju jeni një specialiste e mirëfillt, e kualifikuar edhe jashtë vendit, që merren me kriminologjinë në moshat e ershme, por nga CV-ja vura re që jeni specializuar në një nga institucionet relevante të Italisë edhe për krimin kibernetik në moshat e reja. Po, për bullizmin online, që realisht është një ndër tematikat kryesore së fundmi, sepse edhe në kriminologji, sa i takon zhvillimeve të fundit të faktorëve kriminogjen, është një ndër faktorët kryesor. E gjithë ekspozeja dhe panorama që ju i but situatës qëndron më së miri, unë do shtoja një element, profesor, që vërtet ne pyesim çfarë po ndodh me të rinjt tanë, por kjo duhet të vi patjetër si pyetje e shoqëruar me çfarë po ndodh me të gjithë ne. Sepse kam kuptuar që ne duke i trajtuar të rinjt patjetër që kanë nevojë për një trajtim ndryshe legjislativ, institucional, e të gjitha me radhë, edhe social, por në thelb
ne jemi një shoqëri që duam të gjitha grup moshat në një mënyrë të pashmangshme ndikojmë, prekim, ushqejmë apo dëmtojmë njëri tjetrin me dashje apo pa dashje. Me këto rrjetet antropologjike. Pra, njerëzit mund të dallojnë nga mosha, nga gjinia, nga origjina, nga kultura, nga prirjet, nga hobit, por të gjithë janë njerëz të cilët një mënyrë apo në një tjetër, direkt apo tërthore, komunikojnë me njëri tjetrin. Dhe në qoftë se kemi një plag në një shtresë të shoqërisë, përgjegjës nuk është vetëm ajo shtresë. Jemi të gjithë ne që lam fenomenin të majiset dhe të vi nga simptoma edhe të bëhet plag. Pra, nëse në një gjykat shkojnë të rinj që janë përfshirë në krim, janë përfshirë në dhunë, ose më keq akoma në dhunë seksuale në grup, përpara se të shkojnë fëmijë të gjykohen dhe të dënohen, kanë shkuar gjitha institucionet këtu kanë kaluar. Familja, komuniteti, lagja ku jetojnë, shkolla, edhe forma tjera të bashkëjetesës antropoetike që funksionojnë në shoqëri. Siç është një zinxhir në antropologji, është një zinxhir edhe në kuadrin ligjor. Patjetër. Në fakt, e gjithë skema ligjore e trajtimit të tmiturve në konflikt me ligjin shkon në një zinxhir ndërinstitucional. Dhe shpesh pyetja është, domethënë, kush është fajtori në rastin e një tmituri që hyn në konflikt me ligjin? Është një nga këta pikat e zinxhirit ndërinstitucional apo është vetë mituri? Dhe analiza është më e rëndësishme se gjithë procesi. Sepse është shumë e thjeshtë nga ana procedurale që të evidentosh cila është tipologjia e veprës penale, rrethanat e kryerjes veprës edhe me radhë. Por mënyra e trajtimit të këtij fëmie, çfarë ndodh me të pasi kryen një vepër penale, ose që në momentin e parë që hyn në konflikt me ligjin. Ky është një zinxhir antropologjik, ligjor, social dhe gjithçka tjetër, dhe nuk mund të trajtohet kurrë në mënyrë të posaçme. Duhet të merret. Unë do të jap një argument shtesë, duke dialoguar me ju dhe duke qenë në një mendje që nëse një i mitur apo një i ri, një adoleshent bën një krim, gjykata i dënon krimin dhe humbja e lirisë për disa vjet nëse parashikon ligji, i dënohet e drejta e jetës jo në liri, por i burgosur. Por njëkohësisht i dënohet dhe fëmiria. Fëmiria në vetë si entitet nuk ka bërë krim. Dhe ne nuk e mendojmë këtë. Dhe një nga shqetësimet e mia si antropolog, kur jam marrë me çështjet e dënimeve, edhe në moshat e mëdha. Dhe e kam shtruar edhe me njerëz që janë marrë dhe më kanë dhënë të drejtë, por pastaj mbeti në mes të rrugës kjo, është a e bëjmë në një analizë strukturore, cilat element meritojnë të dënohen duke humbur përkohësisht lirinë dhe cilat struktura antropo, mendore, edhe emocionale, po dhe profesionale, dënohen pa të drejtë bashkë me to. Dhe duke mbetur mbrapa si burgosur, sepse shoqëria ecën me dinamizëm përpara, ai kur del fiton lirin për krimin të cilin e shleu me burgim, por i mbetet në liri e burgosur ajo pjesë që nuk meritonte të burgosej. Prandaj ai programi që ju shpalosët, mua më pëlqeu sepse ka të bëjë me parandalimin, ka të bëjë me edukimin dhe me ripërtritjen shpirtërore të njeriut që të mos mbetet mbrapa në zhvillimin dinamik që kanë shoqëritë sot. Dhe nuk e di, a jemi në një valë mendimi? Jo, këtu dua të ndaloj pak, sepse në fakt ka pasur një debat, ka pasur diskutime nga juristë të ndryshëm, mbaj mend kur ka filluar puna për kodin e drejtësisë penale për të mitur. Personalisht si studiuese mendoj që jemi ndër të paktat vende që kemi një kod të posaçëm të drejtësisë për të mitur dhe është një ndër gjërat më të mira që është bërë pas reformës në drejtësi, sepse pikërisht mbron atë fëmijërinë, atë që ju thatë që nuk e meriton burgosjen.
edhe pse në disa raste ka pasur debate dhe diskutime, sepse ka raste që veprat penale që të miturit kryen janë realisht shumë të rënda dhe kanë një impakt shumë të fortë në shoqëri. Kjo është e drejtë. Dhe nuk duhet të harrojmë që falja në këtë raste Eskili ky humbës i madh në këtë rast, dua ta bëj pak edhe në formë bisede, që thuhet që e drejta është relative dhe kalon nga një krah në tjetrin. Pra patjetër është e drejta e fëmijës për të jetuar fëmijërinë, por është e drejta dhe e komunitetit të jetojë sigurt edhe e të gjithë shoqërisë. Edhe po të vim ke Jean-Jacques Rousseau, ai thoshte e para thoshte është arsimimi. Pastaj është kontrata sociale, pra bashkësia sociale, por ama liria thoshte nuk mund ta tejkaloj ligjin. Prandaj ka pasur diskutime. Megjithatë, fakti që ne kemi një kod që të miturin e trajton me një qasje krejt pozitive, sepse ajo që solli kodi i ri ishte ndryshimi i qasjes, i filozofisë, nga një drejtësi ndëshkuese në një drejtësi restauruese. Pastaj dalim në pyetje të tjera, profesor, që a jemi ne si shoqëri gati për ta zbatuar këtë drejtësi restauruese? A kemi ne një kulturë të mjaftueshme për të bërë ujdi apo ndërmjetësim apo për të negociuar palët me njëri tjetrin, dhe a jemi ne të gatshëm që të gjithë strukturat sociale dhe shtetërore të marrim rolin e inxhinierit social në momentin që shkatërrohet balanca në... Më pëlqeu kjo që thënë, ne e quajmë inxhinieria antropologjike. Ne në drejtësi sociale e quajmë inxhinieria sociale, po më pëlqeu tamam. Ju flisni dhe mua vjen në mendje. Ora, a kemi ne si shoqëri shqiptare, edhe si shoqëri civile, edhe si institucione, edhe institucionet e edukimit në gjitha nivelet, a bëjmë ne një matje të shëndetit mendor dhe të shëndetit emocional të fëmijëve, të adoleshentëve dhe të rinjve? A kemi ne struktura edhe burime njerëzore të specializuara? Pra, apo ne zgjohemi kur në rënje të lirë na vjen përballë një ngjarje e jashtëzakonshme tronditëse, siç ishte rasti i atij djaloshit Martinit, atij fëmije që humbi jetën nga një bashkëmoshatar. E humbi jetën ai dhe shkoi në botën e përtejme, po e humbi jetën edhe bashkëmoshatari, sepse është një njollë e rëndë në ndërgjegjen e tij që ai 12 vjeç u bë vrasës. Po, e shikon profesor që ne shikojmë shablon si publik një të mitur që kryen një vepër penale dhe një të mitur që është viktim. Po ta shikojmë pak më gjerë. 2 fëmijë që humbasin fëmijërinë, njëri tragjikisht jetën, tjetri lirinë. Sigurisht nuk vjen kurrë në peshore, sepse jeta është pasuria më e madhe. Sigurisht, absolutisht, por njëkohësisht janë dhe 2 familje të përfshira, 2 trauma të përfshira, një traumë e pashlyeshme dhe e parekuperueshme që është humbja e një fëmie. Pra, një ngjarje që ndodh në 1 sekond. Madje po lexoja në tabelën me ëndrat e studentëve, me komente dhe është pak e rëmujshme, po është shumë e sinqertë. Mua më pëlqeu vërtetësia dhe një gjë që do përgëzoja universitetin është që nuk është fshirë asnjë fjali, edhe fjali që ndoshta edhe mund të ishin fshirë, sepse mund të jenë pak më sipërfaqësore se sa ëndra ime është. Nuk kemi bërë selektim, i kemi lënë të shprehen sepse vetëm kështu ne i njohim ashtu si do. Po shiko profesor çfarë shkruan një student, unë po pija kafe kur dëgjova krismën bam. Ajo është 1 sekond. Dhe realisht krisma apo krimi dhe ngjarja ndodh në një fraksion momenti. Mund të jetë një gjaknxetësi, mund të jetë një ndodhi publik, çfarëdo qoftë, edhe katastrofat natyrore ndodhin aty për aty. Pra, në gjuhën e thjesht të popullit ne themi që e keqja bëhet me një herë, edhe nuk e kupton as se si ndodhi. E në fakt, kur ndodh kjo e keqe, që është 1 sekond, palët nuk janë vetëm një, janë shumë. E gjithë shoqëria përfshihet, e gjithë shoqëria ndikohet. Do të rregoj një ngjarje. Eriol, më mërzit se shumë shpejt do ta jap fjalën ty. Shiko, para disa vjetësh në Francë pati disa protesta të rinjve. Në atë kohë president ishte Mitterrandi, një personalitet që njihet në historinë e shtetit francez, ishte socialist, po ishte goxha edhe personalitet evropian. Dhe në ndeshje me policin, humbi jetën një adoleshent 15 vjeçar, Malik Orenj.
Më bëri përshtypje emri dhe e kam mbajtur mend sepse mu duk si Maliq, edhe Orenj është një toponim këtej nga zona tona. Por nuk e di, a ishte me shqiptar apo jo këtë, po ishte shtetas francez. Presidenti shkoi në Varim. Edhe tha, nëse një fëmijë, një adoleshent e humb jetën në një protest ose në një, po themi fjalë shqipe, një zullum që bën në ndeshje me policinë, atëre këtu është goditur e gjithë Franca. Dhe ky prononcim i Mitterrandit, si thua, bëri një xhiro mbar shoqërore. Pra, të ruajmë jetën. Jemi përgjegjës të gjithë. Do më falesh se duhet kaloj tash ke kolegja. Eriola, ju jeni nga njerëzit më aktiv këtu në UMSH, bashkë me kolegë të tjerë, përfshirë në disa projekte. Dhe është fakt, duhet ta themi edhe atyre që na ndjekin, që në këto vitet e fundit, Universiteti Mesatar i Shqipërisë ka goxha arritje në çështjen e projekteve si partner me Bashkimin Evropian. Jo me partnerë të tjerë, edhe ata kanë rëndësinë e tyre, mund të jenë partner homolog, universitete në Shqipëri ose jashtë Shqipërisë, por me Bashkimin Evropian. Për ata që na ndjekin, a mund të japësh mollësisht ç'po përfaqëson ky projekt, cili është roli që do të luajmë ne dhe cilat janë hapat që janë hedhur deri më sot? Universiteti Mesatar i Shqipërisë prej 16 vitesh në tregun e arsimit në vendin tonë ka ngritur një strukturë të posaçme dhe të dedikuar enkas dhe për projektet, si me karakter të Bashkimit Evropian, por dhe projektet me karakter kombëtar. Që do të thotë, zyra e marrëdhënieve me jashtë dhe e projekteve në universitetin tonë ka marrë një karakter ndërkombëtar. Fal një stafi të dedikuar dhe nën kujdesin e veçantë të gjithë strukturave të këtij universiteti, ne tashmë jemi lider jo vetëm në arsimin e lartë, por në arsimin e lartë që ofron një specialitet të veçantë dhe një ndikim në fusha të ndryshme si ekonomi, teknologji, mjeksi, por dhe fundit, por më pak e rëndësishme që kemi trajtuar, është drejtësia për të mitur. Universiteti jon ka ditur që të jetë pjesë integrale dhe shumë e rëndësishme jo vetëm e çështjeve ekonomike që përbëjnë shtyllën kryesore të zhvillimit të një vendi, mandej të zhvillimit të arsimit. Por Universiteti Mesatar i Shqipërisë është i dedikuar që në rolin e tij përkundrejt ndërkombëtarizimit të trajtojë dhe çështje me karakter social shoqëror. Projekti Koret është një projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian. Ka partner ndërkombëtar, të cilat ndahen në partner të Ballkanit Perëndimor, partner të Bashkimit Evropian, kur ndër këto dy skaje shumë të rëndësishme të zhvillimit të ekonomisë dhe arsimit, bën pjesë dhe partner shqiptar. Partneri shqiptar që përfaqëson denjësisht arsimin e lartë është universiteti jon. Por, siç ju më pyetët me shumë të drejtë, kush është roli i universitetit në këtë projekt evropian? Universiteti Mesatar i Shqipërisë si kopartner i kësaj strategjie për ndryshimin rrjedhor të drejtësisë për të mitur, ka si qëllim që të ndryshojë metodologjinë nëpërmjet ngritjen e 4 qendrave kërkimore shkencore dhe tek këto të fundit do ndalem, pasi është në përputhje me strategjinë kombëtare të arsimit të lartë në vend, mandej strategjinë universitare të universitetit ton, që të kemi një rol të rëndësishëm jo vetëm në zhvillimin e brezit të ri, arsimimin e tyre, përshtatjen me tregun e punës, por roli kryesor që do të marrë dhe të jap nëpërmjet këtij projekti në afat kohor 3 vite i universitetit ton, është që të ngrej dhe ata të rinj dhe të reja, t'i integroj, pse jo nëpërmjet stafit ton të integruar në këtë projekt, të bëj ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si trajtohen të rinjtë të rejat që pa dashur nuk janë në të njëjtin nivel arsimor, shoqëror apo dhe familjar, sepse ka shumë arsye që kanë devijuar. Më fal, thjesht për të qartësuar tavolinën këtu, po dhe ata që na ndjeken. Pra, ne do dalim nga muret e universitetit. Ne do të hyjmë ke kampioni njerëzor.
Pra, do të bëjmë studime në teren, sepse studimet janë të ndara në dy grupe. Studime laboratori dhe studime në teren. Ne do t'i bëjmë të dyja. Pra, do të grumbullojmë të dhëna në teren dhe pastaj do t'i përpunojmë në laboratorin ton të studimit për të arritur në përfundime, apo jo? Për të arritur në përfundime të cilat do të shërbejnë kësaj rekomandimeve që ne do të bëjmë. Kategorizimi që synon drejt për drejt projekti Korret nëpërmjet partnerëve ku më kryesori është dhe Universiteti Mesatar i Shqipërisë. Ju përmendet stafin e përgatitur, njerëz që kanë një profil të caktuar të spikatur, po student të fakultetit juridik që mund të jenë në vitet e larta, në vitin e 3, në vitin e 4 ose në vitin e 5, pra që po i afrohen si thua përfundimit të studimeve. A do të përfshihen studentët që janë gati për tregun e punës nëpërmjet dhe klinikës ligjore që është pjesë shumë e rëndësishme e Fakultetit të Drejtësisë në universitetin ton, do të atashohen në vitin e 2 të projektit në mënyrë që t'japin suportin e tyre në teori dhe në praktik, duke qenë sa më pranë këtyre qendrave të reja të ndryshimit të metodologjisë për caktimin dhe ndryshimet rrënjësore që duhet të ndodhin në drejtësinë për të mitur. Unë dala ke kjo, besoj ndajmë të njëjtin mendim edhe me profesoreshën, sepse një i ri i sotëm që mund të jetë në universitet 19 ose 20 vjeç, është më afër një 16 vjeçari se sa një profesor që është 50, 60 apo 70 vjeç, apo jo? Ata mund mos jenë thjesht të njëjti brez, por në kuptimin kohor janë më afër së paku në dy aspekte. E para se ky i ri sapo e ka lënë adoleshencën, pra ka jo më shumë se 3-4 vjet. E dyta, ky është një i ri që nuk është përthithur nga tregu i krimit, po është përthithur nga tregu i arsimimit, pra është një model. Risku edhe mundësit janë shumë afër, por ne në sociologji themi, dhe është një tezë kjo e Antoni Giddensit që thot, në shoqëri duhet përpiqemi që risku të mos kthehet në rrezik. Kjo do të jetë sjellja jonë. Pra, një shoqëri e riskuar është një shoqëri që në dinamikat e saj e pranon këtë gjë. Një shoqëri që nuk e kontrollon riskun dhe mbulohet nga rreziku është një shoqëri që e ka humbur vigjilencën dhe pikrëndesat nuk kanë shkuar nga zhvillimi, po kanë shkuar nga pasoja që askush nuk i dëshiron. Dhe kjo që ju thatë, më jep shumë gëzim që do të përfshihen dhe studentë, sepse kjo na ndihmon dhe në një aspekt tjetër real. Nëse ai ka bërë kriminologji, ka bërë të drejtë penale, ka bërë procedurë penale, ka bërë të drejtë familjare, procedurë familjare, ka bërë antropologji, ka bërë sociologji. E nëse të gjitha këto dije në mënyrë komplekse hynë në një projekt të tillë, ku ai nuk është thjesht një vëzhgues, po është një bashkëpunëtor për të analizuar këto fenomene, kjo e ndihmon atë edhe nesër kur ai do të dalin në tregun e punës. Profesor, ju falenderoj që e vendosët bisedën në këtë pikë ku më duhet të theksoj që studentët tanë që do t'i bashkangjiten këtij partneriteti me karakter europian, fal edhe kurrikulave që ju i përmendet, që ne i kemi të përshtatura. Po, arruva dhe komunikimin që është shumë i rëndësishëm. Domethënë e gjithë kurrikulave universitare. Domethënë për ata që na ndjekin dhe që aspirojnë të studiojnë, urdhëroni, tregu është i hapur, por ne jemi këtu. Ju po na ndiqni, shumë mirë bëni që do na ndiqni dhe do të dëgjoni gjëra të peshuara, të mençura, të bazuara në shkencë dhe në përvojë. Pra, nëse ti je përballë një dileme apo një trileme që ku të studioj, dëgjoje këtë mundësi që ti jepet për të bërë një specialist nesër dhe në atë CV-n tënde mos ketë thjesht vetëm ca lëndë edhe ca nota, po të shkruhet unë kam qenë në grupin e punës në një projekt të financuar dhe të mbështetur nga Bashkimi Evropian, ku partneriteti ka qenë 8 i gjerë, ndër universitar dhe ndër
institucional. Kjo e ndryshon si vin tënde nesër. Mund të bëjnë një ndërhyrje. Po patjetër. Më kanë bërë disa studentë një pyetje lidhur me këtë dhe prandaj ndërhyra që ndonjëherë studentët mund të ndihen sikur a jam unë i gatshëm kur bëhet fjalë për drejtësinë për të mitur, të trajnohem në kuadër të drejtësisë për të mitur sepse bëhet fjalë për fëmijët, supozohet që duhet të jetë pra niveli më i lartë i profesionalizmit dhe kjo është absolute. Dhe shpeshherë ju them, shprehjen e një gjyqtari amerikan që e pyetën në një seancë gjyqësore, ti je prind që ke pas ka shumë sukses me rastet e fëmijëve dhe gjyqtari tha jo, nuk jam prind, por kam qenë fëmijë. Dhe ajo që është më e rëndësishme kur trajtojmë çështjet e të miturve në konflikt me ligjin, nuk është të jemi prindër, profesionistë të jashtëzakonshëm, mjafton ndonjëherë të zgjojmë fëmijën brenda vetes, ta pyesim se çfarë do donte fëmia brenda nesh apo si do donte të trajtohej në një situatë të tillë. Të gjithë kemi qenë fëmijë dhe të gjithë duhet të mendojmë si mendon një fëmijë kur trajtohet në një rast të tillë. Në antropologjinë e këtë e quajmë bëhe veten tjetri. Fiks. Dhe përfshirja e studentëve për mua është një nga elementët më të bukur të këtij projekti. Ai mund të jetë 20 vjeç, po mund të ketë një vëlla 15 vjeç, mund të ketë një motër 14 vjeç. Ose miq, shok dhe shoqë. Ose një të afërm në fis, patjetër do t'i bjerë. Kështu që shqetësimi i tij është një prokupim që ngërthen një sër rrethanash, lidhjesh familjare apo antropologjike dhe faktorësh. Eriola, kishe gjë tjetër për të shtuar? Kisha për të shtuar profesor në vijim të kurikulave që ne i përshtasim me kurikulat më të mira të universiteteve europiane, që do të thotë studentët tanë nga ana teorike janë përgatitur në nivelet e standardeve europiane që ka ky projekt dhe i zbatojnë. Pra fenomeni me cili do ndeshet nuk përplaset në një vakum, por përplaset në një nivel të lartë teorik që të ndihmon për ta kthyer fenomenologjinë në interpretim shkencor. Pikërisht. Me këtë dua ta mbyll bisedën me ju profesoresh. Ju keni një eksperiencë të gjatë në disa institucione, në qendra kërkimore, brenda dhe jashtë vendit. A mund të më shuani një kuriozte dhe të më largoni një shqetësim intelektual dhe qytetar? A ndonë të gjitha rastet që fenomenet me cilën në ndeshemi e kryesisht fenomenet që na shqetësojnë të kthehen në objekt të interpretimit shkencor në mënyrë që vendimet që merren mos jenë shtrënguese për nga halli ose për të përballuar një shqetësim të opinionit publik, por të jenë masa afatgjate që e vënë zgjidhjen mbi baza shkencore. Të lutem, ma largo këtë shqetësim dhe kuriozitet, ku jemi? Në fakt, jo më larg se... Ke ju jemi ke niveli shkencor, po unë dua të di ambientin. Jo, në fakt, jo më larg se një muaj më parë, kam marrë pjesë në një konferencë pra edhe me vende të tjera të rajonit, ku kemi diskutuar pikërisht çështjet e kriminalitetit të miturve dhe më pëlqeu qasja e gjitha shteteve që ishte shumë drejt një drejtësie pozitive, por mbi të gjitha drejt krijimit masave parandaluese, sepse ajo që po ndodh me fëmijët i bashkëngjitet fenomenit të globalizmit, digitalizimit, që nuk janë fenomene që ndodhin vetëm në Shqipëri apo në Ballkan. Nuk janë lokale, janë globale. Ky është një fenomen global dhe janë çështje që prekin të gjithë adoleshentët dhe po një brez krejt të ri. Pyetja jonë e përbashkët ishte ky hendek në urat e komunikimit a ndodh sepse po flasim një gjuhë ndryshe nga ky brez dhe po flasim një gjuhë ndryshe dhe nuk është detyra e këtij brezi ta mësoj gjuhën tonë. Është detyra jonë si të rritur të mësojmë gjuhën e tyre dhe të përshtatemi dhe të flasim në gjuhën që ata kuptojnë. Nëse kjo është digitalizimi, le të gjejmë masa parandaluese përmes digitalizimit. Nëse kjo është përmes, pra nëse bullizmi tashmë po bëhet online, le të fuqizojmë mjetet e mbrojtjes së fëmijëve nga bullizmi online. Pra kërkohen dituri shkencore apo jo? Patjetër, dhe unë mendoj që e gjithë kjo periudhë, pra jemi në një periudhë shumë të fuqishme të studimit se çfarë po ndodh me adoleshentët. Bashkë kemi përmendur në një takim edhe serialin Adoleshenca që bëri shumë bujë, sepse të gjitha këto mjete ndërkombëtare, fakti që çdo shtet në formën e vet po reagon
për atë që po ndodh me adoleshentët. Ku shkon bota? Të gjithë studiusit këtë po pyesin. Ku shkon bota? Dhe si mund ta materializojmë pastaj në akte dhe në vendime dhe në marrëveshje institucionale që i shërbejnë. Unë mendoj që dhe projekti që ju përmendët, që e përgëzoi universitetin për pjesëmarrjen dhe Eriolën për punën, është një hap shumë i mirë, sepse pas studim nuk ka reakcion. Më vjen shumë mirë që mendimi i të treve u galvanizua edhe pikrëndesat ishin të përbashkëta, qoftë si shqetësim qytetar, qoftë si shqetësim profesional. Të nderuar ndjekës, jemi në minutat e fundit, po 2-3 gjëra duhet ja them. Prindër të gjeneratës gjyshëve, po dhe të prindërve, të rinj dhe të reja, po dhe ju që e keni kaluar rinin. Nëse ju duket se çështjet e fëmijëve, çështjet e adoleshentëve janë vetëm çështje të shkollës, çështje të organeve kompetente shtetërore, të subjekteve aktive të shoqërisë civile apo të medias, keni thënë një pjesë të së vërtetës. Çështja e fëmijëve është çështje mbar shoqërore. Është bërë rajonale, evropiane dhe globale. Nëse ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe një sër subjekte shtrëndësishme të Shqipërisë dhe jashtë saj janë përfshirë, e gjitha kjo përkthehet në një fjali të vetme. Europa është shqetësuar si do jetë ajo në 20 apo 30 vjetët e ardhshme. Ky shqetësim është sa lokal, aq edhe global. Ju falemderit që na ndoqën, do të shihemi në episodin e radhës. Faleminderit profesoresh. Faleminderit profesor. Kënaqësia është e imja, faleminderit.